Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në të flasim. Në këtë episod kam ftuar një zonjë, një grua, një nënë që kur erdhën bashkë me familjen në Angli, gjën e parë që bën përveç halleve, problemeve si gjithë ne tjerët, u angazhuan me të gjitha forcat në problemet e komunitetit shqiptar. Dhe dhanë atë më të mundshmen për t'ju mësuar fëmijëve shqiptar zakonet, gjuhën shqipe dhe sidomos për integrimin e tyre në një realitet tjetër. Kjo grua, së bashku me burrin e tij, nëna e dy vajzave të mrekullueshme, të cilat i shkollun në shumë sakrifica në shkollat më të mira, dhe goca e madhe ka marru për mjeksi dhe më saktë është GP. Po edhe tjetra vazhdon po të njëjtën shkollë për mjeksi dhe është në përfundim. Krahas këtyre problemeve familjare, ato hapën shkollën e parë shqipe dituria në zonën e Hanslot më saktë, dhe përveç shkollës dituria, e cila ishte ndër të parat në komunitetin shqiptar të Anglisë, bashkë me burrin e saj, ato hapën edhe gazetën e parë, po me të njëjtin titull. Dhe përveç këtyre problemeve dhe përplasjeve të shumtave, sikur gjithë secili ne në atë kohë, këto krijuan dhe mbajtën edhe familjen e fortë dhe nuk harruan kurrë dhe asnjëherë se nga vin dhe prej nga vin, do me thonë nuk harruan nëjët shqiptare. Dhe i transmetuan ato fort të brezi i ri, të familjet e reja dhe kudo ku kishte shqiptar. Sot me mu në studio është Kadime Jata. Një detaj të vogël që du me nda me ju para se me fol, kur e kam taku për herë të parë, edhe unë e kisha ngel pak si në shok, sepse çuditërisht ne në klasën fillore, në shkollën fillore, atje ku kemi ardhur ne nga Kuksi, unë e kam pas shoqe klase. Dhe më erdhi vërtet mirë për këto arritje dhe për vullnetin e kësaj zonje shumë të fortë për të bërë ajo që është sot. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, Kadime. Mirëmbrëma dhe mirë se gjeta. Të falenderoj shumë që për këtë podcast që ke, të flasim dhe duhet të flasim për problemet dhe shqetësimet tona, të uroj suksese të mëtejshme. Gjithashtu është kënaqësia jeme të jem këtu, të ndaj me juve rrugtimin e familjes time, por gjithashtu dhe të shoqërisë, sa i nuk ka qenë rrugtim vetëm për mu, por gjithë emigrantë që kemi ardhur këtu. Cili ishte momenti më i vështirë dhe cili ishte vendimi më i fortë që more sa erdhe këtu, ose edhe para se marrë këtu, dhe me thonë cili ishte për veten dhe për familjen tënde? Tashti momenti më i vështirë që neve kur erdhëm këtu ishte që ne këtu ishim njerëz të vetmu, lam familjen atje, të afërmit, gjithçka, dhe erdhëm këtu në një shoqëri krejt ndryshe nga ajo shoqëria që jemi rrit, kemi punu, me një fjalë kemi kriju familjen, dhe për çdo njeri që emigron, si shqiptar, si gjithkush nga bota, të lesh vendlindjen tënde dhe të vish e të fillosh një jetë tjetër në një vend huj, në një kulturë krejt ndryshe nga e jotja dhe nuk flitet gjuha jote, është vështirësi e madhe dhe sakrificë. Dhe me thonë ishte një vendim shumë sublim, ose vendim shumë i fortë për të ardhur këtu. Por në atë kohë, çfarë ju bëri përveç halleve dhe problemeve dhe përballesh me një realitet tjetër? Çfarë ju bëri
ju të mendoni posaçërisht për komunitetin shqiptar, si ti, si burri jot, si familja jote? Tashti, unë me bashkëshortin tim Rushdiun, kemi jetu edhe Greta, vajza e madhe, kemi jetu në zonën e Honslot. Aty kemi pas dhe shumë familje tjera shqiptare, dhe kur them shqiptare, ajo s'diskutohet, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, me një fjalë gjithë ku folte shqip, ku flitet shqip. Dhe ajo që na bëni përshtypje neve ishte që ajo që na shqetësoi neve ishte që televizori ishte në gjuhën angleze. Ne nuk flitshim anglisht, rregullat, gjërat këtu kanë qenë krejt ndryshe në krahasim nga vendet që vinim. Dhe ajo na lindi neve që të bashkoheshim dhe prindrit fillun të kende shqetësime se fëmijët po humbasin gjuhën edhe krijum shkollën e parë shqipe që është dituria në zonën e Honslow dhe po ashtu për ndryshimet, ligjet, se neve nuk kemi marrë as me avokat. Unë për vete ne kishim eksperiencë emigrimi edhe në Greqi. Në Greqi të mbijetonim, nuk përdoshim as avokatës. Këtu rregullat ishin ndryshe dhe kështu lindi edhe në bashkëpunim me njerëzit që punonim neve, që komunikonim, lindi ideja e gazetës shqiptare për të ardhur ndihmë komunitetit në gjuhën shqipe, po gjithashtu dhe për të tregu dhe komunitetit ku jetonim, vendin ku jetojmë, që neve jemi njerëz që kemi kulturë, dhe duam të integrohemi dhe duam të ruajmë kulturën tonë. Dakord, unë jam një person që i kam jetuar në atë kohë dhe sinqerisht desha me ditë që është në interes edhe atyre që na dëgjojnë. Ndonjë sakrificë, sepse ajo kohë ka qenë kohë sakrifica. Gjithë të kohë janë sakrifica, po në atë kohë kanë qenë më shumë, sepse s'ka pas teknologji, s'ka pas telefona, s'ka pas... Nuk ka Dhe për të marrë një iniciativë tillë ishte bajaki vështirë. Ishte vështirë si iniciativë dhe edhe ne nuk kemi pas shumë, për shembull, nuk kemi pas shumë mbështetje ose njohuri se si ta bëjmë këtë, por sakrifica ka qenë e madhe, kemi afru në shtëpinë tonë, kemi mësu shkollën shqipe, Rushdiu ka shku edhe të shtëpia njerëzve, për shembull që u mbledhshin 2 familje ose një familje që kishte 8 fëmijë, u mësonte gjuhën shqipe, me një fjalë. Kjo ka qenë ajo sakrifica, edhe kemi sakrifikuar edhe fundjavën tonë, me një fjalë. Po, nalemi pak këtu. Në ato momente që me sa i kujtoni ju dhe është kontributi juaj, cilat ishin ato vështirësitë në përballjen e parë me njerëzit, sepse megjithëse shqiptar, po nuk njiheshim dhe mentalitetet kanë qenë ndryshme. Dhe sidomos për të zhvilluar gjuhën shqipe është një sakrificë bëgësi e madhe, është një... Mentalitetet kanë qenë të ndryshme, po ato fillime ishte një prindrit i kishin fëmijët me një fjalë në një moshë 10 vjeç kështu, ose edhe më të vegjël, ishte një farë shqetësimi se vështirësia që donin të mësonin ne dhe gjuhën shqipe, njerëzit nuk kishin qëndrim të përhershëm në angli. Pritshim për azilin dhe ndoshta mendonin, edhe kjo na bëte më shumë që ndoshta edhe do ktheheshin, faktën fëmia të ketë atë gjuhën, mos ta harroje ose kur të shkoje mrapsht. Edhe ajo tjetra, unë jam e kualifikuar bilingual advisor teacher, që quhet mësuese këshilluese në 2 gjuhësi, dhe kam punu për Honslow Language Service, edhe për Honslow Language Service, që quhet zona shërbimi gjuhës në bashkinë e Honslow. Po që ishte departamenti i edukimit, me një fjalë. Aty flas për vitet 2001-2002, në fillim kam punu edhe si vullnetare, neve na jepshin lifleta edhe postera që t'va jepnim prindërve
që foli fëmis në gjuhën tane, me një fjalë në gjuhën e nanës. Po. Ka pas reagime që e kanë marrë dikush, ka pa edhe si kështu. Dhe kur jam nalë për shembull se kur vishin me marrë fëmijët, jam nalë i kam shpjegu dhe rëndësinë, se nuk ishte vetëm t'japun e një fletush, dhe rëndësinë, cila është rëndësia për mësimin e gjuhës, se gjuha është ajo që ke identitetin tanë, ke kulturën tane, gjithashtu gjuha përdoret edhe për lidhjen e brezave, me një fjalë fëmijët, me prindrit, me gjyshrit, me të afërmit, me një fjalë, ishte një urë edhe bashkimi. Këtu do të nalesha pak. Duke thënë këto, se këto vështirësi që keni pas, qoftë edhe me shqiptarë përballë, sepse kanë pas edhe mentaliteti ka herë, edhe nga vendi ku vishin. A mendon se duke, sidomos në këtë kohë që është shtu edhe popullsia shqiptare këtu, është përpara ka qenë jo në këto përmasa që është tash. Dhe a mendon sepse duke një komunitet ose më sa komuniteti shqiptar, unë jam edhe pak kritik, po komuniteti shqiptar po humbet pak atë gjuhën. Do me thonë, janë një shkollë juja, një shkollë atje, janë hap shkolla, janë hap aktivitete, po ky brezi i sotëm, a mos po asimilohet më shumë me këto metodat e reja, me anglishtën e reja, ose me anglishtën, ose se sa përpara kur i mësohesh më fort gjuhës shqipe. Do me thonë, kjo dy gjuhësia, me sa maj mend e përmend aty që dy gjuhësia, gjuha parë ishte gjuha e nanës. Kështu edhe kështu që ishin me një fjalë. Fëmijët që gjuha e parë nuk është angleze, që gjuha e dytë është angleze, me një fjalë që thonë këto second. Pra dhe këto vetë këtu në Angli e kanë pranuar që gjuha e parë është gjuha e nanës. Po, jo vetëm për komunitetin tonë, falë që të ndërpres, jo vetëm për komunitetin tonë, kjo nuk ishte vetëm për ne shqiptarë. Po, dakor. Unë kam punu edhe me komunitete tjera dhe ishte për gjithë komunitetet, po unë flas personalisht për komunitetin tonë. Po pse e kemi ne këtë kompleks, ma le mu këtë gabim, pse e kemi ne këtë kompleks që, do me thonë, edhe sot në ambiente publike, edhe gjithkund ku flitet, ku ashtu, ne kemi shumë pak kompleksi ta shfaqim gjuhën shqipe, ose ta shfaqim fjalën shqipe në ambiente sidomos publike. Dhe është edhe pak e vështirë për t'i quajtur edhe fëmijët në shkollë, sidomos to çiftet e reja dhe brezi i ri. Tashti unë do flas me një fjalë që themi ne të flasim edhe do flas me një fjalë. Ajo po vjen një brez i ri që unë tashti me shoqatën Sfida në Onslow, ne po punojmë edhe këto me nanat e reja që kanë ardhur tashti, që janë me një fjalë me probleme të ndryshme, viktime dhunës e tyne gjanave. Ato po vinë edhe tashti ndoshta edhe unë flas, kam ngel në atë kohën sikur kam qenë unë dikur që kam marrë në 99, sikur e kam lanë atë vend. Këto po vinë një qik më moderne, më vazhdojnë me teknologjinë, tashti punë bën edhe teknologjia. Nuk e di, edhe shpesh u them që foli fëmis në gjuhën tane kështu, nuk ndoshta ndikon edhe kjo që mediat, ne si komunitet po na sulmojnë, me një fjalë, nga edhe u vjen zor në publik të thonë që jena shqiptar ose flasim shqip. Një ndër këto mund tjetë edhe kjo, por te gjuha çfarë do të ketë bërë dikush në çdo shqiptar çfarë do të ketë bërë, unë i qëndroj asaj që gjuha është e jona dhe nuk duhet unë të mendoj ose ato të mendojnë shqiptarët i kanë inat ose kështu. A duhet bëhet ma shumë për gjuhën? Për gjuhën duhet bëhet ma shumë. Unë ka shansin që kemi punu kohë gjatë me komunitetin, kena bashkëpunu dhe me shoqatat e tjera, si shoqata Fajkonica, shoqata Shpresa Program, kemi
ardhmëria, me një fjalë që neve kemi bashkëpunu dhe ka qenë një koordinim në kohën kur ka qenë zoti Zef Mazi, edhe ambasadorët e tjerë përpara, po flas për zotin Zef Mazi, kemi pas si të themi, një koordinim të komuniteteve. Se ne kemi komunitete në Birmingham, në Manchester, me një fjalë nga zonat ndryshme dhe ka qenë kriju një forum që të koordinonim, me një fjalë të koordinonim punët edhe të koordinonim... Dakor, po vazhdon ky forum apo s'është? Forumi vazhdon si forum, po fuqin se ka. Jo, fuqin nuk e ka se fillun egot personale, fillun, me një fjalë, qëndron edhe kjo si me thanë, qëndron edhe kjo një si thush, as nuk mund ta themi nata sen, po nuk e di. S'di si ta shpjegoj me një fjalë për vete, kur neve jemi thjesht njerëz të komunitetit, në shërbim të komunitetit dhe duhet neve ajo që mendoj unë dhe ashtu do t'i shërbeje edhe komunitetit që neve duhet të gjithë të bashkëpunojmë dhe të ndihmojmë njëri tjetrit. Dhe një gjë kisha unë nga Ministria e Diasporës. Vinë ambasada për shembull, vinë tekstet shkollore kështu, dhe merren shpërndahen e kështu. Ambasada dikur ka pas komplet informacionin e shoqatave. Tashti ambasada ka komuniku me shoqatat, ka komuniku me personat veçante e kështu, por për shembull antarët e forumit janë pjesëtarë të shoqatave të ndryshme, me një fjalë, ose të zonave të ndryshme, dhe ambasada duhet të ketë një farë koordinimi, ose kur është java turistike, të sillet, ose të bëhet diçka në lidhje me, jemi të shpërndar, po të kemi një zë të përbashkët. Dakor, po këtu, po na lëm pak këtu. Ambasada ka punën e vet. Dhe me thonë, e ka edhe gabimet e veta dhe problemet e veta, po prap ndalem taj forumi. Dhe me thonë, ti sa po thej që vinë tekstet shkollore dhe vinë për ashtu dhe po ta pyesish një dikë tjetër, jo thotë ja kemi shpërnda. Dhe me thonë, prap dalim taj nën teksti e qujon, sepse këtu dalim e lam prapa të interesin e përgjithshëm për disa interese personale. Dhe kjo nuk është se po dëmton personin ose atë që ke përballë, po dëmton komunitetin. Dhe cila do ishte një zgjidhje më e mirë për ju që jeni marrë me këtë shoqata dhe vazhdoni të merreni dhe bravo ju qoftë për sakrificat që bëni, po a nuk ishte mirë që të krijosh një institucion i veçantë, një institucion, edhe forumi, që të lihen mas do mërina e do gjana për të mirën e komunitetit, sepse tashti e përsëris edhe 3 herë, dhe më falë që u zgjata shumë, e përsëris edhe 3 herë jemi shtu shumë më shumë se që kemi qenë. Dhe fëmi për nevoja, për gjumë, për të marrë edukatën shqiptare, për zakonet dhe respektin, për të integru ma shumë këtë jetë, është më se e domosdoshme tani gjuha. Është ajo qëndron që ne duhet të jemi ma ndihmës ndaj njëri tjetrit, me një fjalë shoqatat, të bashkëpunojmë, të koordinojmë. Unë thash, në kohën kur ne kemi lobu edhe për gjuhën shqipe të njihet GCSE, me një fjalë në provime, sikur njihet gjuha, mund t'japsh gjuhën spanjolle këto, edhe unë e di që Greta, vajza ime, në bashkëpunim me të rinjtë e tjerë dhe me antarët e shoqatave, ka shku në parlament, kanë shku dhe kanë lobu që gjuha shqipe të njihet si GCSE. Po thash, punën që ka bërë zoti Zef Mazi dhe ambasadorët e tjerë, me një fjalë ka qenë, dhe pastaj erdhe u venit, me një fjalë
nuk dihet se ku ka humb kjo me një fjalë. Dhe ajo që kam qenë unë gjithmonë edhe flas, është në lidhje me tekstet që vinë falas nga Ministria e Diasporës. Unë për vete, kur vajza ime ka pas për me mësu frëngjisht dhe me dhanë provim dhe s'ka qenë mirë me mësimet, për shembull nuk ka qenë në atë që deshi A me marrë kështu, unë kam pagu privatisht që të mësohet frëngjishtja. Tashti ne po i dum fëmijët tanë të mësojnë gjuhën shqipe, tekstet po vinë falas, pse mos të pagohet një kontribut, se ne nuk jemi të varfër, me një fjalë, ne si komunitet, vinë tekstet, është regjistru për shembull fëmija im në shkollën shqipe, një 5 pound që kontribut, pse mos të regjistrohet, dhe kështu dihet numri sakt i fëmijëve që po marrin pjesë në shkollën shqipe. Dhe këto lek në një kohë që unë e di nga njerëzit në Shqipëri, tashti nuk kam me një fjalë të vjetë e par vjetë, nuk kam informacion, po kam informacion përpara, fëmijët pagojnë dhe familjet e varfra pagojnë për librat e fëmijëve në shkollë. Me një fjalë, unë gjithmonë kam qenë, po është fondi Ministrisë Diasporës, është fondi Ministrisë Diasporës, shtypen librat, po që Ministria e Diasporës dije, nuk është vetëm për në Angli, unë vlasë për gjithë, se Ministria e Diasporës nuk është vetëm për Anglinë, është për Italinë, për Gjermaninë, për Greqinë. Në krejt botë, të dihet se sa fëmijë shqiptar po marrin pjesë në këto shkolla shqipe. Dakor. Pra, problemet janë të mëdha. Problemet janë, po unë i qëndroj prap asaj. Prap ne të flasim me këtë. Prap për këtë punë do të flasim. Tashti, mbasi të kam këtu. Po me gazetën, si lindi ideja e gazetës, më mirë me thonë? Ideja e gazetës nga shoqata dituria Koha Shqiptare, lindi të vinim në ndihmë komunitetit me një fjalë, megjithse kjo gazetë është postu falas edhe në Kent, janë adresat, shok që i kanë marrë i din, me një fjalë, kjo gazetë është prodhu në Shqipëri, nga me një fjalë ku Rushdiu ka angazhu Mustafa Hoxhën, që kanë punu gazetar, kanë punu si gazetar, po, edhe kjo gazetë është shumica e kohës ka qenë prodhu falas nga ne si familje, me një fjalë. Me shpenzimet tuaja. Shumica ka qenë shpenzime, po të marrish kohën këto, po ajo që mund të them Rushdiu dhe vajza e madhe gjithmonë kemi pyet edhe njerëz nuk na ka ardhur, po se që do paragjikohemi duke pyet njerëz se si ta bëj, me një fjalë angles, se si ishte për shembull e veçantë se kompjuterin atë kohë në kohën kur ka punu Rushdiu ka qenë makina e shkrimit ajo, edhe me shok të anglez që neve për shembull kemi frekuentu, kanë qenë këto serviset e refugjatëve në kohën që kemi ardhur neve në Tukename kështu, dhe nuk kemi qenë si thush, mos të pyes, i kemi pyet, duam kështu, na kanë dhënë mendime, i kanë thënë ti nuk mund të blesh kompjuter do si do, ka shku me Rushdiun, ka ble kompjuterin, e ka montu dhe ka tregu për programe. Me i fjalë, në qoftë se këtu do pyesësh, ose do kërkosh nuk është turp. Dakor. Problemet nuk janë, sakrificat tuaja dhe problemet janë pafundme, dhe sakrificat po ashtu janë pafundme. Një pyetje, me thonë që më vjen mu, a e keni një herë vetën të lodhën, ose boll nuk e bëjmë ma këtë punë, dhe sepse duke i pa gjithë të vështirësi, duke pas, se me njerëzit është vështirë të merresh, ti jemi realisht. Duhet t'jesh shumë njeri eksentrik, do me thonë shumë njeri i qetë, dhe të merresh me njerëzit,
edhe të panjoftur. Po edhe këto problemet e ndryshme që të ndodhen, a e keni vetën e të lodhme, do me thonë, nuk du me e bo mo. Nuk ajo pasioni dhe ajo nështë edhe vetë natyra që kemi pas me ndimu njerëzit, se unë vi nga një familje e madhe, me një fjalë 9 fëmijë kështu, dhe gjithmonë kemi qenë duke ndimu njerëzit, kjo nuk lodhje ka pas, por nuk ka pas në atë gratë që të thëmë, nuk do punoj mo. Ajo që unë ta shtithëm, për shembull për projekte që po bëjmë edhe, thomë nuk duhet t'jem unë, duhet t'jetë dikush tjetër, për shembull këto gratë e reja, vajzat e reja që kanë ardhur, janë me probleme dhe ne jam mundu që t'i kem në grup, në shoqat, që t'valej shoqatën atyne, se tashti nuk do merrem tani jetën, kjo është një diçka tjetër, jo se jam lodh, po du që ta marri një brez, se është bo gjitha jo punë me shoqatën, është gjitha si thush, është gjitha si them, integrim, njofje në komunitet, njofje në shoqërinë ku ne jetojmë, edhe më vjen keq që të mbyllet me një fjalë si grup, dhe ka pat raste që kote funit dikush do të bëte një shoqat në zonën e Onslowt dhe në bashkëpunim unë i kam afru që të vijet bashkëpunoje dhe pse mos ta vazhdoje ai ose ato persona që dhe ka qenë një, me një fjalë nuk është kthy përgjigje. Dakor, se këto janë gjithmonë. Si e balancut rolin tuaj si gru, si nan, dhe si bashkëshorte, dhe si një person pothuajse publik, se publik quhesh, dhe pyetja tjetër që vjen mbas kësaj, duke rrit vajzat, çfarë keni dash ma shumë, ose çfarë doni ma shumë që t'ju lini vajzave një dëshirë tanën, ose një në krahasim me këtë që i tham, do me thonë në me komunitetin, me dëshirën e madhe të tujen si familje për të integru sa ma shumë, për të integru edhe tjertë. Ajo që duhet them, në punën tonë me komunitetin, kanë qenë bashkëpunëtare dhe 2 vajzat tona. Greta më shumë, se ka qenë 2 vjeç e gjys kur erdhi këtu, Rozana më ashtu. Ajo duke punuar në bashkëpunim me Këshillin e Onslowt, me Bashkinë e Londrës, me një fjalë, vajzat tona, Greta ka qenë një përçuese Greta ka qenë një përçuese e mesazheve të fëmijëve emigrant, me një fjalë. Edhe ka marrë pjesë në disa konferenca kombëtare angleze në Angli, ku gjithashtu dhe ka folë në emër të rive shqiptar, që atëherë u akuzoshin për thikat e kështu, për problemet e therjeve, edhe ka qenë që ne nuk jemi kriminal, me një fjalë, ose fëmijët tanë edhe ato... Jemi integru edhe ne në këtë jetë. Po, jemi integru edhe ne, me një fjalë, ajo duke marrë pjesë në këto konferenca, në javën e refugjatit, duke duke dëgjuar dhe se si edhe grupet e tjera emigrante, si arabe, indiane, dhe ato kishin po të njëjtin problem si neve, unë mendoj që vajzave të mia u ka dhënë si themi, një vegël të fortë që t'jenë të ndihmojnë dhe të kuptojnë sakrificën e nënave emigrante, me një fjalë, se baballarët janë më të fortë, ne flasim për nanat, se ne nanat e kemi atë, dhe gjithashtu, po ashtu edhe ajo që kam bërë unë është që vajzat, edhe flasë edhe me gratë dhe vajzat e reja që vinë tashti në komunitet, bëni shkollën, mësoni të jeni të pavarura në familje, dhe në jetën tuaj, të dini të ndërtoni dhe t'jenë vajzat të forta, me i fjalë me vështirësi që
i sjell jeta. Po të nalna për disa minuta te gratë, masimi te gratë. Po. Te roli i grus në shoqërinë angleze, duke përfshirë edhe familjen shqiptare, duke qenë edhe ti kryetare e shoqatës Sfida, që merret me problemet e grave, s'ka rëndësi specifika, po me gratë merresh, dhe si e mendon rolin e grus në Angli? Do me thonë, brezi i juj, brezi i sotëm. Tashti brezi jon është brezi i parë që kemi emigru neve në një vend të largë si Anglia. Po flas për gjeneratën time. Dhe neve kemi edhe fëmijët na kanë nimu, se fëmijët kanë ditë gjuhën e kështu. Dhe shpesh një gjoj që ka akuza ose edhe fëmijët thonë, na keni përdore kështu. Fëmin unë asnjëherë nuk e përdori, po ta marrim ashtu, po ato vajza, ato djem që kanë nimu prindrit në përkthime ose kanë nimu me një vizite doktori. Qoftë edhe financiarisht. Edhe financiarisht, po këtu këtu financiarisht fëmijët nuk kur kanë ardhur veçës, po kjo ka qenë ajo faza e parë neve që flas për. Unë mendoj që ato i ka rrit në karakter, i ka rrit edhe në përgjithësi, pavarësisht në qoftë se i referohemi këtu jetës angleze, jo e ke mërzit, jo e ke stresu fëmin, edhe neve në kohën tonë, ne jemi rrit, ajo varsja jonë ma e shtrejtë në qafë ka qenë Chelsea me një lise. Edhe fala saj që jemi kalit duke rrit ato motrën, vllajin, ajo na ka bo ne më të adaptum në emigrim. Më sakrifikus. Më sakrifikus, se nga profesioni jonë, për shembull, neve kemi punu edhe pastruse, ose ka punu bojaxhi, edhe pse ka qenë avokat, inxhinier, gazetar, me një fjalë, fala saj që neve me një fjalë kemi punu në atë kohë, me një fjalë duke rrit vllajin, motrën ose komshin, kjo na ka bo neve që dhe fëmijët e mi, mendoj kjo i ka bo më të fortë, ose brezin e fëmijëve të që erdhën të partë me ne, i ka bo më të fortë në karakter, më human, dhe ma merr menja që e kanë kuptu, se tashti ato po bojnë prindër, e kanë kuptu që sa e vështirë ka qenë që për një prind 40 vjeç, 50 vjeç të vije këtu në emigrim dhe të filloje pa gjuhën, pa ditë se si funksionojnë gjërat, me një fjalë. Tjetra për gratë e reja që vinë tashti, mesazhi im gjithmonë ka qenë edhe është mëso, ka nga ato që s'kan letra, me një fjalë po presin për azilin, gjithmonë u flas me sinqeritet, i thom mëso gjuhën, po jo edhe për të rit, për shembull çunat e ri, jo po do më kthejnë, du me bole, mësoje gjuhën, mëso një profesion, edhe në qoftë se kthehesh në vendin tënd, kudo në Shqipëri, ti kthehesh me një eksperiencë, kthehesh me një kulturë tjetër. Por ka keq kuptime, se thot, jeni bora hatë për vete, edhe nuk. Kjo është ajo, me një fjalë, mesazhi që gjithmonë e kam përcjell dhe e përcjelli. Gjithkush ku në çdo vend ku ndodhet, ne po flasim edhe për Angli, ne po flasim specifikisht për Anglin, mëso, diçka të re do, se Shqipëria po zhvillohet, diçka të re do qosh mrapsht edhe në qoftë se të kthejnë. Një zanat do marrësh, një kulturë tjetër, me një fjalë, kjo është ajo që... Po këto gratë e reje, sa po integrohen? Sa është ajo? Në krahasim me atë brezin tuaj, do me thonë me atë brezin tonë, e grave të asaj kohë. Gratë, ajo që du ta ceki unë këtë, du ta preki pak. Në atë kohën tonë, kur ne kishim shoqatën, ishim pa letra, fëmijët ishin të vegjël, u grumulloshim, vishim, bëshim festat, qoftë edhe për flitshim për letrat, për negativet, për intervistat, me një fjalë, flitshim me njëri tjetrin.
kur fillu me morëm letrat dhe fëmijët u rritën pak, kjo filloi një zbeje, mosha e re mos dvite. E kuptoj unë se kanë pas shkollën, kanë pas, po Sigur ra interesi. Ra interesi, duhet ta gjenin kohën edhe brezi i ri duhet ta gjeje kohën si punë falenderimi për ne brezin e vjetër. Dhe kjo do ishte një lidhje që fëmijët edhe tashti, nuk është vonë, të ndihmonin njëri tjetrin, se dikush punon ndërtim, ka firmë ndërtimi, dikush tjetër është mjek, dikush është inxhinier, dikush arkitekt, dikush financier, qoftë edhe dikush tjetë shit, ka mundësi që ta ndihmojnë njëri tjetrin, tjetë një në atë kohë unë disha që të vazhdote kjo si thush stafete prindërve, jo takoheshin shpesh sa neve, se ne e dim që ato kanë punë, po të vinin dhe edhe aty do të krijote edhe bashkimi i familjeve, me një fjalë do rrinin në atë, kjo është ajo që u bë gabim nga prindri, po edhe fëmijët ndoshta edhe nuk njohin se kanë qenë tashu. Për nanat e reja tashti, janë disa procedura, su nuk jam eksperte në... Janë disa... Gjithmonë ato vinë të rekomandume nga unë, nga... për shembull nga sociali, nga këto të shëndetësisë, kështu, vinë në fillim edhe largohen. Ajo që dalloj unë është... Janë burrat që i thonë mos shko, janë njerëz të tjerë, qa duhet shoqata, për shembull, është kjo, më shumë është kjo që, me një fjalë, kjo është arsyeja, dhe shërbimi jonë është shërbim, me një fjalë, në ndihmë të këtyne nanave, në ndihmë të këtyne familjeve, me një fjalë, nuk është puna vetëm të bësh një fest flamuri, ose dhe atëherë të bashkohemi, të tregojmë se jemi patriot. Gjithkush duhet të kontriboje, si biznesmeni, si njeriu i thjesht duhet të kontriboje në shoqat, me një fjalë. Se shpesh thonë, komuniteti, nëse ti nuk kontribon në komunitet, komuniteti është emër. Gjithkush, pjesëmarrja gjithkujt është ajo që... Dakord. Kadimin për të folë për këto probleme, duhen ditën e tona, ne u mundu me i kap pak këto, po kisha një pyetje shumë thelbësore që ja kam bërë edhe vetit. Edhe e bën gjithë secili prej nesh në këtë moshën tonë. A ka mendu ndonjëherë me i lanë gjitha edhe më u kthy në terrajt e tua, te familja jote, dhe cila është ai ngërçi ose ajo diçka që a je me mu në këtë rast që jemi me një kam, edhe në Shqipëri me një kam edhe këtu, dhe me thonë cila është ajo ngërçi që i na mban neve akoma në këto situatë. Megjithëse të ri jemi ne, po. Po. Tashti për të kthy mrapsht, me një fjalë, unë për vete plasa, dhe është opinioni gjithkujt, unë 28 vjetë këtu, me fjalë. Aty jemi kretë. Po, 28 vjetë, 30, është e vështirë, me fjalë, edhe kur shkojmë në Shqipëri, neve shkojmë si jabangjit ashti. Se nuk është që e thom unë e kam diskutu me koleget e mia që janë nga Irlanda, nga Skotlanda, që janë angles po t'i thë. Edhe kur më kanë pyet këtë pyetje, më ka thënë si ndjehesh kur shkon në mrapsht, i thom kam ngrit supet, i thash si të them, thash. Atje më shohin ndryshe, tha po, tha është e vërtet. Edhe unë tha, kur shkoj tha mrapsht, tha, më shohin si angleze. Kur vi këtu, tha, më shohin si irlandeze. Me një fjalë, edhe unë kur shkoj në vendin tem, edhe kur flas për shembull me dikë, thot ti vjen nga Anglia, me një fjalë, ajo edhe gjëra që të lejnë për dëshiruar në Shqipëri, nuk është se nga prishja e sistemit deri tashti, nuk pa hyn politik, ka ndryshime, ka përmirësime, po ka edhe shumë për të bërë, po të shofish mjekësinë një. Ajo që unë
kam fol gjithmonë edhe njerëzit më thonë shpesh që me prishjen e sistemit u prish edukimi i brezit të ri, u prishën shkollat, me fjalë, jo se u prishën u vun tritolet, po niveli i arsim dhënies, niveli i shkollave ka dhe ka ra shumë. Po. Dhe flasë se unë kam qenë prezent në Westham College në Hounslow, fëmijët që kishin marru, që ishin djem pa familje, kishin marru shkollën e mesme, dhe ai nuk dite të shkrute emrin e vet ose numrin e telefonit e kështu, kjo është diçka për dëshiru. Po kjo është koha tranzicionit, është e tranzicionit, është gjithmonë se për ndrim sistemi. Shkatrimi i shkollave ishte edhe është i pafalshëm, që akoma po vazhdon, ka fillu përmirësime, po shkollat e larta janë në një nivel jo. Tashti ndoshta edhe nga që kemi pa neve këtu flasim, po në atë kohë shkollat kanë qenë shumë të forta. Me një fjalë. Ajo tjetra që është shqetësuese për kthimin mrapsht me një fjalë, është mjekësia që t'le për dëshiru dhe burokracia e madhe që ndodh atje. Pra. Kemi neve njerëz që kanë ble shtëpia ose kanë ble toka dhe tashti thonë që nuk është e atyne. Me fjalë nuk ka një ligj ose një diçka që ky problem po vazhdon që nga 91 e këtej, diçka duhet të stabilizohesh ose të vendosej me ligj për punën e pronave, që kanë njerëzit, që kanë ndërtu, që kanë rregullu, jo gjithmonë të përdoret për fushat elektorale kjo. Unë si mas mendimit tem, ne kemi ngel sikur ajo peshorja. Ka herë ngrihet lart, ka herë ngrihet poshtë, do me thonë si brez plas. Do me thonë jemi akoma në atë pasigurinë se ku do jemi tashi ose ma vonë. Duke i thonë edhe këto që i theti, ky podcast të flasim është për ato gjëra që i folëm. Për menet me fol, po edhe ky ka një limit kohor, kështu që ne do flasim edhe herë tjera, po për sot të mundum që të kapim gjanat ma kryesore. Kjo pra është Kadimja, një gru që ka sakrifiku gjithë jetën 28 vjetë, si kur tha ajo, bashku me burr, bashku me gocat, bashku edhe me shumë të tjerë. Nuk është vetëm Kadimja, po sot kemi Kadimën, dhe është një grua e fortë që edhe në të që i thot s'ka frikë që ti thoje me haptas dhe me shumë dëshirë, po për një të mirë të madhe, për të mirën e fëmijëve dhe të komunitetit tonë. Nuk marrum këtu Kadime, i thash të fjalët e mira, po këtu përpara kemi një 2 globe. Jo, unë desha vetëm të them diçka. Po, patjetër. Unë du të në këtë podcast gjithashtu nuk është vetëm puna ime e bashkëshortit tim Rushdiu dhe 2 vajzave Gretës e Rozanës, po është një punë e madhe edhe të grave të tjera dhe pjesëmarrëve edhe grupi tjetër që ka punu me ne, vullnetarve. Ne kemi Linditën, Entelën, Prenën, me i fjalë Lulen, Valin, shumë Dafinën, shumë gratë të tjera, gjithashtu për pjesën e burrave do flasë ndoshta edhe Rushdiutarve. Edhe kjo që sapo the është një modesti e jotja. Duke mos qenë ato, neve nuk do bënim punën. Po sigurisht. Edhe kjo që theti është një modesti. Po, ajo që kemi bo neve kanë ardhe dhe duke qenë vajza në mjekësi, ka ardhë ka punu falas duke dhanë këshilla, po ashtu edhe shoqet e saja të uta për punën e problemeve të shëndetit mendor, që neve kemi shumë të vështirë të flasim dhe ta pranojmë edhe si komunitet, me i fjalë. Po ti të dash me i thonë gjitha, po ne do takohena me kaqun, po nuk mund të myllsha këtë podcast, këtë fol, këtë bashkëbisedim, pa përmen edhe ato që kanë kontribuar. Po kushta se u myll njerë, përpara ke një 2 globe, ai me ato letrat e kuqe është globi i mendjes, dhe të ftoj t'i marrësh një 2 nëse spriton. Jo, do t'i marr. Edhe këto janë ca shprehje filozofike që nuk janë të mia, po janë të shkrimtarëve dhe njerëzve të shumë, dhe për ta thyer atë monotoninë e podcastit, desha një mendim për asaj që do të lexosh ti.
Po, me gjithë që. Po duhet vej syzet se tash Po, pa tjetër. vetën. Mu më kara kjo, i thanë filani, foli keq ndaj teje. Tha, është fletorja e ti, mund të shkruaj çfarë të dëshiroj. Kjo do jetë edhe për podcastin, po dhe njerëzit mund flasin dhe njerëzit mund flasin dhe mund thonë çfarë të duan. Ajo, me një fjalë, ajo njerëzit edhe mund të shkruajnë, pa ajo është që ne të bëjmë atë që t'ja arrim qëllimit që duan dhe mesazhin nëpërmjet këtij podcasti që duan të përcjellim të njerëzit, të flasim pa paragjykime dhe të flasim ashtu si e mendojmë. Po ta marrë edhe unë një për ty, se më pëlqej mendimi. Hape vetë, se më pëlqej ajo e para, po kam qef tani edhe një tjetër, nëse se ke problem. Jo, se ka mundi. Edhe kjo interesante, të keqin mos e shty se rrëzohet vetë. Pra, Me fjalë, kjo për mu është ai që don të bëje keq dhe që është i keq në shpirt, ai e tregon veten vetë, s'keq ai bën atij, me fjalë. e vërtet. Tashti, te ky globi tjetër që e mora unë dorë, këtu janë ca të dialekteve, globi i dialekteve. Dhe kryesisht janë ato të Kukësit, sepse ne unë nga Kukësi do i mbledh edhe të qyteteve tjera, mi kanë premtuar se do vi sillim. Të lutem ti marrësh një 2, ti lexosh, nëse dhe kjo është në formën e quizit, merr edhe i tjetër, që mos ta marrim globin 3 herë. Ka dush. Tashti Dhe ti thush, nëse i lexon sipas dimë, se ti ke kohë këtu, po sipas dialektit ton. kjo sipas dialektit ton ka shku për dardha të buta, është ka ik me i fjalë, është nuk ka gjon vi. Qeni ruan veten, por të tjerët i han. A ja di kuptimin? Tashti qeni ruan veten, unë me thanë drejtën hera e parë, si janë të një gjuhë, qeni ruan veten, pa i tashti mund ta përdorish se qenin nga njëra A di që e lam thap me t'ja lam publikut ta dëgjoj. Tashti qeni ruan veten, por tjerë t'i han, zakonisht qeni nane kena përdorë si mbrojtës në shtëpi. Po, tashi jemi që jemi këtu merr edhe një, apo e ke? Na, këtë, urna. Kam këtë është i Zoti si ruan arën e vet. Me i fjalë, çdo njeri, i Zoti mbron familjen, i Zoti Bravo. shfis i fjalë, runën e nerin e familjes, nan tona. Gjastoj, gjastoj i thona edhe asaj. Nuk ka problem, ato si din, edhe mund të më citu si alam publikut në ati. Gjastoj zakonisht unë e quja të brokën a që i thonë. Jo, nuk është ajo, tjetër. O po bre, është shpreja si e përdorim na, o po bre, kena të, po ashtu ha po bre. Jo, se ki as atë. Pse? Po bre, qashtu ha. Oj probe. Probe. Oj probe. Godupe, ve forte, shnet, me i fjallë godupe. Paka shumë, po edhe këto do t'i lanë probe, edhe këto gjastoj.
Edhe këto do t'i lam To ta. i ka luma ma shumë. Kjo Adime, unë të falenderoj pa mas, dhe shumë faleminderit që ishe pjesë e këtij podcasti, dhe më erdhi edhe më mirë, ma falem sepse ne edhe njihemi që fëmijë, Po. kemi qenë shok klase, shok banke, po kanë thënë mali me malin s'takohet, po njëri me njërin po, dhe ne u takum këto rrethana për të mirën e diçkaje më të mirë, Prap, dhe prap të falenderoj. jo, Ty, burrin tanë, fëmijët e tu dhe kokën. faleminderit, gjithashtu ishte kënaqësi që të marr pjesë, edhe kur u taku me një fjalë, ishin ato që ne jemi rrit në një lagje, Emocione, një po, fjalë, janë ato emocionet e fëmirisë, gjithashtu ne kujtum gjithë ato shoqërinë tonë, me një fjalë, dhe kjo podcast po prap edhe kjo në shërbim të asaj të shoqërisë të komunitetit, kështu do vazhdoje dhe të uroj gjithë të mirat, si thonë fillimi i marë gjysa e punës. Faleminderit. Dhe Gjithë të mirat. nderuar, kaq ishte edhe për sot dhe faleminderit edhe për ndëgjimin tuaj dhe shifemi herën tjetër në episodin tjetër. Faleminderit.